nuk e bleu do të Trumpin me një ishull edhe me një lagun, mendon që do e blejnë me 300 milion dollar blerje armatimesh. Kaq është e gjitha sa pat sot në kuvendin e Republikës, në kuvendin e krimit, me thënë drejtën, sepse deputetët që kanë votuar atë janë pjesa më e madhe atyre, janë kontingjenti i krimit, i ka financu krimi për të bërë deputet, me në krye shefin e tyre, Edi Ramën. Por do ta nis këtë duke thënë një gjë të vërtet që u surprizova, unë e thash dje me skepticizëm, por më surprizoi për mirë qëndrimi i opozitës. Nuk u kompleksu këtë herë, nuk ran kurthin e Edi Ramës për jo po anti-amerikane, jo po kështu, jo po ashtu, dhe nuk ja votoi marrëveshjen, i tha sille në mënyrë kushtetuese, ashtu siç do të bënte çdo opozitë në çdo vend, sepse disa herë tjera kjo opozitë është konformuar, ka hënë presionin se jo po Amerika, jo po kjo, jo. Të herë sigurisht nuk majten ato qëndrimet të forta që do doja unë t'i majnë në parlament, të demaskojen komplet marrëveshjen që kërkon Rama. Ajo marrëveshje është pazar, këtë duhet ta dinë Amerika, këtë duhet të merret opozita e Shqipërisë ta shpjegojnë tani, mos ta lëjnë fuqinë propagandistike të Ramës ta deformojnë realitetin, por duhet t'ja shpjegojnë SBA-ve që mos prezenca jonë aty është sepse ju keni të bëni me një krye mafios, me një njeri që ka tentu të përfshin familjen e presidentit të SBA-ve me narkotrafikantët, me një njeri që ka përdor her pas here SBA-n ose eksponent të pushtetit të SBA-s duke i korruptu për interesat e veta personale, siç ka bë me Jurikimin, me Escobarat e me qa kanë qenë ata. Pra këtë gjë duhet ta shpjegojnë me krye lartësi opozita. Kjo opozitë që është sot e ka provu që po të mos nënshtrohesh kur ke drejt fiton. Edhe ky duhet të jetë edhe një qëndrim tjetër i kësaj. Pati edhe një ngjarje shumë interesante sot me deputetin Agron Shehaj, që vajti mori ato letra dhe ja kërciti vrapit nëpër korridoret e kuvendit. Është ironi e fatit. Në fakt, kjo përdoret si ironi e fatit, por nuk është, në fakt është kështu që kështu ta sjell Zoti kur tenton të bindësh tjerët të bëjnë diçka që ti vetë nuk do e bëje, ose nuk do doje të ta bënin ty. Agron Shehaj e mani meni u thërriste, gërthiste deputetëve të PD-s që pse nuk e publikoni dosjen Balluku, ajo ishte sekret hetimor, nuk lejonte Spaku ta publikoje. I thoshe pse se nxirrni, jeni bashkë me Berishën, bashkëpunoni me Berishën. E vërtet, shkoi sot atje, mori atë marrëveshjen ushtarake, ja futi vrapit nëpër korridor, tani është kap sikur lepri në lak. Sepse dihet inati personal që ka ta ulan balla me atë. E ka inat personal, jo vetëm politik, me Gon Shehaj, kështu që do i vihet mrapa tani, edhe rrezik do t'ja marrin edhe mandatin Gonit. Edhe këtu futemi te ajo faza pastaj që rri bëj biznes atje ku ti të bësh biznes, mos u fut në çdo lloj biznesi që s'ke habere. Goni ti t'i bëjnë shumë mirë ato bizneset e tjera që bën, i lumshin krahët, ka vu lekët kujto me djerë si ka vu, siç thotë vet, por bëj atje biznesin, mos u merr me gjëra që nuk di ti bësh. Kaq është, kjo është pak edhe për humor kjo e Gonit, fakt. Por pa gjë nuk do dal, do insistojnë shumë këta. Njëherë nga parlamenti e përjashtuar ata, po do insistojnë shumë që t'ja heqin, t'ja marrin atë mandatin atij. Sepse kushdo që të vinë këtë kaprin, pastaj e marrin ata e grin. Edhe kushdo që të marrë mandatin e Shehajt e blejnë. Megjithatë nuk është kjo çështja, se thash më shumë për humor e përdora këtë. Thelbi i gjës është, a do arrini Edi Rama ta blejnë Donald Trumpin me 300 milion dollar
që normalisht nuk I merr Trumpi, por do I marrin kompanitë që prodhojnë armët, do I marrë një personazh, do I menaxhojë në Shqipëri një personazh që është në hetim në SBA, jo në feti që është ai Çifuti, që ka probleme ligjore në Shtetet e Bashkuara, Edi Rama I ka dhënë ushtrinë në dorë këtu te ne. Pra dhe këtu do ketë një, nuk do I dalë ashtu siç e ka nërmen Rama këtë gjën, me këto 300 milion dollarët, sepse amerikanët t'i japin parat, po t'i gjurmojnë mrapa. Nuk t'i japin ashtu siç është mësuar Rama që merr parat e atyre dhe kap spakun vet. Sepse kishte miqësi, kishte ortakëri me Sorosin atëherë dhe bote ç'a donte, fut sa dushat e lepurushat nëpër sistem drejtësisë derisa e kapi. Ky nuk e bleu dot me Sazanin edhe me Zvërnecin bashk, që ishte biznes I mirëfillt familjar për ta kompromentuar presidentin e SBA-ve. Kur vajtin summitin e NATO-s në Stamboll, nuk ja vërshëlleu fare Trumpi, edhe kur I tërhoqi vëmendjen Macroni që shife se kemi këtë trollakun këtu me atlete, Trumpi nuk qeshi, nuk e pa, nuk ja hodhi qurrat fare. Pra nuk e hodhi as qurrat Edi Ramës. Tani ky shkreti mendon që nuk e bleu me ato, do e blen me këta. Qëllimi politik e ka që të marr me domosdoshmëri, të marr publike për summitin e NATO-s në 2027 në Shqipëri. Ky është plani Edi Ramës. Do të gënjejnë Amerikën, mendon se gënjen Amerikën me këtë 300 milion dollarshin. Dhe deri në 2027 ky e ma me dhunë pushtetin këtu. Pra e ma me dhunë, të përpiqet ta majnë me dhunë, me dajake, me burgosi, me gjitha, se kështu mendon ai, unë po them ç'a mendon ai. Ta majnë me dhunë, të shtyjnë deri në 2027, pastaj vinë gjithë udhëheqësit e botës të aleancës euroatlantike këtu të NATO-s në summit, e kryen Rama pastaj e thot me shpresë shkoj deri në 2029. Kjo nuk ka për të ndodhur. Kjo marrëveshje që ka po sot si palaço, duke shkel kushtetutën, duke shkel ligjet e vendit, për të ble, po e theksoj prap, për të ble presidentin e SBA-ve, ka për të dështuar në mënyrë spektakolare, sepse ky nuk ka kohë më, koha e këtij ka mbaru. Koha e Edi Ramës ka marrë fund, Edi Ramës I është gris kontrata, nuk do ketë shanse më të shes dot edhe opozitën siç I do qefi në për kancelarit perëndimore, sepse është e çlirët opozita tani del edhe lëviz edhe shkon kudo, sqaron vetveten. Dhe të mjerët na për ato 300 milion dollar, se ky ka shpërdoru 11 miliard dollar kontrollet e KLSH-s për 13 vite që kanë pushtet ky. 11 miliard dollar do e kishte bë ushtrinë më të fuqishme në Ballkan. Por nuk e ka bë, se e ka menjet e vjedhura, dhe prap me paratë e tona kërkon që të blejnë SBA-n. Kështu që nuk doja dal as këtë herë, mund duket se mund të fillojnë njerëzit tani që se do fillojnë propaganda aty nëpër media, jo opozita është anti-amerikane, jo por Rama shife ç'a bëri, e rregulloi me Amerikën prap, e bëri me Amerikën prap, kështu kanë thënë për herë këta. Po tani gjithë e dinë dhe më mirë nga gjithë e di Edi Rama që koha ati ka marruaj, nuk ka më kohë. Nuk ka më kohë, sa do që ta zjas agoninë e vet, kohë nuk ka. Dhe në vend që të blente avion për të fikë zjarret, shkohet ço lek para nga paratë shqiptare, dhe janë borxh ato, se mos kujton e njëri që na I ka falë SBA-ja. Janë borxh, po na shet armë. E thash edhe dje, ne nuk jemi Selmani Saudis, që ka miliardë dollar, dhe për t'i mbyll Trumpit çështjen e Kashogit, që vrau e boni sallam atë Kashogin, gazetarin e famshëm në konsullatën arabe në Stamboll. E preu, e boni copa Selmani, e futin çantët e nxori, dhe për t'ja mbyll këtë temë SBA-ja, për ta leju që të ketë bashkëpunim me atë, e fali dhe I mori edhe 10 miliard dollar armë. Edi Rama nuk është Selmani, Edi Rama është, çfarë të them unë, personazh është Robert Çimçakizi, se I thoshte Fatos Nanos, po është bo vetë si Robert Çimçakizi tani, që vje vërdall në për Tiranë kot.
Dhe qa bëri pastaj I futi me nxori mediat jashtë kur votoi marrëveshjen për t'i dhënë pompozitet sa më të madh që shish sa sekreti I madh shtetëror ka qenë ky për sigurinë për NATO. Nga 83 sa me 74 vota ka kalu, nga 74 vota aty 30-40 vota për të mos thënë më shumë janë vota të sponsorizuara me paratë e krimit edhe me paratë e narkotrafikantëve. Pra në mënyrë të deleguar, sot Edi Rama në Kuvendin e Shqipërisë ka votuar, ose po them narkotrafiku, bandat, krimi, ka votuar në mënyrë të deleguar një marrëveshje armësh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, $300 milion, të cilën në Shqipëri do ta menaxhojnë Roni Efeti, një hebre në hetim për mashtrime, për spekullime, për lloj-lloj aferash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ka ndodhur sot. Aty ka votu sot Sara Mile, ka votu Zeqin Ecaushi, ka votu Taulan Balla, ka votu Tërmet Peçi, Erion Braçe, ka votu Belinda Balluku, drejtorat e Belinda Ballukut. Pra, sot zere se këtë du t'i thot opozita, po deshi, po pati mundësi, këtë du t'i thot opozita SBA-ve, që ju sot keni marrë votat e narkotrafikut, e krimit organizuar, me votat e krimit organizuar keni nënshkruar marrëveshje me Shqipërinë për $300 milion armë. Dhe këtë e ka bëjë Edi Rama për të siguruar samitin e NATO-s në 2027 dhe për të ble pastërtisht për të ble Donald Trumpin. Po vetëm një budalla si Edi Rama mund të mendojnë edhe mund të besojnë se kjo gjë do ecë, kur nuk e bleu dot me një ishull edhe me një lagun të tërë, me territor, që do ja bënte pronë familje, dhurat pronës familjes Trumpit, mendon që do e blejnë me një marrëveshje tregtare që do kalojnë të gjitha filtrat në institucionet burokratike, legislative të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ka ndodhur sot. Votat e krimit dhe të narkotrafikut kanë votu për marrëveshje armësh, blerje armësh $300 milion nga Shqipëria në Amerikë përmes një huaje. Hajde mirupafshim.